Miqtë Prizmës. 5 ditë, sot është dita e 6, të një proteste e cila sigurisht në thelbin e saj ka një amalgam, një përmbledhje njerëzit të cilët në dallim nga protestat që jemi mësuar të shohim te Berisha, protesta politike, kanë pjesën e qytetarisë. Janë më qytetarë, nga dallimi i madh që kanë me folklorizmin, me sulmet, me ato skenat që jemi mësuar të shohim deputetet sulmues të Berishës dhe periferikët e tij që hedhin molotov dhe përsërisin po të njëjtat skena në mënyrë idiote, fjalimet patetike në mënyrë idiote vazhdimisht. Këto janë më të qytetëruar, edhe këtu kemi pas edhe skena që ishin të vajzave të veshura, dhe jo shumë të veshura, pelikanëve, flamingove roz, organizmave të ndryshme, shoqatave, disa partive të dyta, qorrin, lapajn, shehajn, njerëz të profesioneve të ndryshme, njerëz të lidhur me mjaftin edhe Erion Velien, njerëz të majt dhe ultramajtist, që nuk e shohim veten ke Partia Socialiste e djathtë e Edi Ramës, njerëz Partisë Demokratike që sigurisht nuk e shohin veten te Partia Demokratike e majt e Sali Berishës, folk bolshevike, po pa themi Sali Berishës. Njerëz të kategorive të ndryshme, po kryesisht të rinj. Të rinj që ndoshta nuk kanë punuar ndonjëherë, të rinj që janë llastuar nga prindit e tyre që flasin më bukur, flasin më mirë, nuk e dinë qartë, po shikoja disa intervista, përcaktohen, pastaj nuk e se njohin kaq shumë atë punën e pelikanit, e flamingot dhe rrethanat e Zvërnecit, Ivanka Trump e kompani, pavarësisht parullave që majnë, por që sigurisht kanë këtë lloj përzierje të jashtëzakonshme. Mirë po, në disa element, edhe pse janë kaq modern, dhe sigurisht portale, zhurma është e jashtëzakonshme. Këtë zhurmën botë është, bile tani ka filluar bota të bëjë zhurmë më tepër se sa Greqia dhe italianët. U mërzitën ato se e panë që zgjat më tepër se sa duhet edhe e kuptojnë që dikur do të shuhet, po problemi është që e marrin vesh që nuk ka dhe akoma kokë politike, e kanë kuptuar që edhe politika këtu në Shqipëri, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk janë me to. Dhe normalisht zhurma tash i bëhet më tepër edhe me fake news, me manipulim lajmeshe, ngjarjeshe dhe të thënashe. Kryesisht shkon puna ke beteja që ka Soros ose e majta, ultramajtistët kudo në Evropë dhe në botë, bile dhe në Amerikë, me familjen Trump edhe me trumpizmin në përgjithësi. Aty shkon puna. President Financial Times, The Economist, gjithë testata që presin majtas, New York, New York Times edhe CNN, gjithë presin majtas, realisht. Edhe është drejt atyre të presin majtas, duke ne thonë që edhe një media private duhet jetë patjetër e balancuar. Media private nuk ka detyrisht jetë balancuar. Duhet jetë e balancuar në dhënien e informacionit, po jo qëndrimin. Qëndrimin e manë si doja. Unë mbaj qëndrimin që jam unë. Kur flas unë për vete, mbaj qëndrimin që më pëlqen mua. Edhe që i binem atij lloji qëndrimi. Në këtë mes, tash këtu jemi në natyrë, po diku gjithmonë punohet, gjithmonë ka një sharr, një tokmak, si them tash ka nga një punë, bëjnë punë, pastaj bëjnë prapë, pastaj ikin, bëjnë prapë edhe një herë tjetër. Nëse, në këtë pikë, them, është media botërore që jep zë tash. Mediat kryesore ishin mediat greke dhe italiane, e majta greke dhe e majta italiane, dhe sigurisht Edi Rama është në sulm nga e majta greke, italiane dhe botërore. Sigurisht ky është një sulm që i bëhet Edi Rama sepse ai i ka dalë zot dhe përkra Donald Trumpin, familjen e tij dhe Izraelin, Netanyahu. Ky është sulmi. Kthehem ke protesta dhe ke këta që protestojnë edhe që unë i konsiderova
më modern se sa ata të Berishës. Mirë po, diskursi I tyre tash nuk më lë kaq shumë për të dyshuar se janë po e njëjta gjë, veç se kurohen më mirë, vishen më mirë dhe mund të konsiderohen më të qytetruar. Diskursi është I njëjtë, konceptet janë të njëjta dhe revolucionar janë njësoj. Janë ultramajtistë, të cilët sigurisht pastaj ndahen në majtistë nacionalistë, pastaj edhe globalistë, pastaj pro-LGBTQ-istë, pastaj marksist-leninistë, të tillë, modernistë në këtë lloj forme. Dëgjojeni se çfarë thonë. Raman Burg, Berishan Burg. Ju erdi fundi, hyra. Ju erdi fundi, hyra. Dakor? Ky diskurs është I vjetër, shumë I vjetër. Revolucion. Shiko, ti jesh revolucionar, nuk është se ka një gjë. Po ti jesh revolucionar aty ku të lejojnë të jesh revolucionar, është fake. Ti jesh revolucionar aty ku as të pengojnë, as të ndalojnë fjalën. Ti të lejon të bësh të vishesh si të duash, të thuash çfarë duash. Të bësh çfarë duash, po thuaj. Nuk është se je revolucionar I madh. Revolucioni ka edhe koncept. Sepse në deri tani kemi dhënë fjalën e revoltës. Ju kujtohet këngët që ishin si për revolucionin, qërimin I grave, nga emancipimi I grave. S'ka forcë në botë, të ndalë në grave, sot knote Vacezela. Revolucioni marshon, gjithë ditën flisnin për revolucion. Kur ishin shtypsat më të mëdhenj të revolucionit. Ata e dinin për revoltë, por termi revolucion është rievolim. Një ecje përpara. Ju, kjo turm, shikoni ne përveç se në një farë mënyrë janë mërzitur nga pushteti, nga Sali Berisha, nga Edi Rama, nga pushteti opozitës dhe nga pushteti I pushtetit. Çfarë revolucioni ka ky? Çfarë sjell ky? Kjo turma, çfarë përcakton? Se deri tani nuk është politike. Që të bësh revolucion, sigurisht do të kesh edhe qëllime politike. Revolucion për çfarë? Do të ndrosh sistemin. Sistemi është demokracia. Të ndrosh format e sistemit nuk bëhen me revolucion, bëhen prapë me zgjedhje, fiton një majorancë dikush edhe pastaj e ndron. Me bashkëpunim, pa bashkëpunim, po e ndron. Po gjithsesi duke marrë mandat politik. Ku është revolucioni këtu? Revolucion për çfarë? Për flamingot, sepse gjithmonë është fjala revolucioni flamingo. Revolucioni flamingo për çfarë? Për të mbrojtur flamingot. Gjithë do të jemi për të mbrojtur flamingot. Edhe unë I pari. Nuk lejoj të vritet një flamingo. Asarohet më tepër gati kur plagoset një flamingo se sa një njeri. Se mase njeriu edhe vetë plagoset. Flamingo jo I shkreti. Ku ka të bëjë revolucion? Revolucion për çfarë? Revolucion. Iku kjo. Ramanburg, Berishanburg. Po mirë, turma është ajo që përcakton Ramanburg edhe Berishanburg. Kjo nuk është turm, pastaj kjo është linçim. Janë institucionet që të çojnë burg. Jo dëshirat e turmave. Ramanburg, Berishanburg është dëshira e atyre që janë aty.
por nuk është drejtësia. Drejtësinë nuk e japin turmat. Edhe nuk mund të japin edhe ata revolucionarët që në të vërtet kujtojnë se janë revolucionarë, sepse po të ishin revolucionarë, sigurisht do ishte diçka tjetër atë. Nuk do ishte dalësh ke sheshi, të krijohen edhe kushtet, jetë edhe koha e bukur, mos kesh as policës gjë afër, shtërun kërkush edhe ato polici janë ti dhurën lule, edhe policët përqafojnë fëmijët edhe ju përqafojnë edhe ju. Në vërtet, këto revolucionarës pastaj që ulurin Ramanburg, Berishanburg, nuk kanë parasysh diçka. Këta përjashtojnë sistemin e drejtësisë. Apo kanë kërkesë në sistemi të drejtësisë. Po pse me kërkesat e turmës bëhet? Ramanburg, Berishanburg. Rama dhe Berisha, që këta i duan burg, paraqiten në votime, në zgjedhje dhe pastaj marrin mira vota. Rama merr aty ke 800.000 vota, dhe Berisha merr pozitën më të mirë sot, 400.000, 500.000. Janë të zgjedhur e popullit dhe nuk i fut dot as në burg. Sepse përfaqësohen politikisht, këta me çfarë përfaqësohen. Këta nuk duan të njohin atë sistemin e demokracisë. Sepse këta japin urdhër, dëshirën e duan për urdhër, Ramanburg, Berishanburg. Pastaj e fundit. Ju erdhi fundi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi. Ato vajzat. Fundi i kuj? I ka ardhur fundi i jetës. Se turmat e përcaktojnë kur është fundi i jetës. Fundin e jetës e përcakton Zoti, natyra dhe individi vetë, nëse ka vendosur t'ia fusi vetit. T'i japi fund vetes. Pritet Zot, po domethënë kështu është. Zoti, kush beshon Zotin, natyra kur vjen fundi, ose individi kur nuk ka dëshirë të jetojë më. Këta do t'japin, ju erdhi fundi. Fundi politik, po pse turmat e përcaktojnë fundin politik? Ajo turm duhet bëhet gjykatëse, prokurore, i dënoj pastaj me vdekje. Ne nuk e kemi as dënimin me vdekje, vendim politik. Fundi politik, po fundi politik duhet jeni shumicë, majorancë, sepse edhe ajo bëhet me zgjedhje. Pra, shkojmë ku shkojmë, të njëjtat parrudha janë. Dhe kjo turma që duket intelektuale, e zgjuar shumë, pak dallim ka nga turma e Berishës. Dallimi vetëm është se këta nuk kanë marrë urët e zjarrit, molotovët gjujnë. Ky është dallimi vetëm, po jo se janë kaq shumë të zgjuar. Dhe ata vishen me zeza, janë kapuçon, këta janë lara me ngjyra pink, ngjyra që ata nuk i pranojnë, në fakt, se folklorik dhe jo kaq modernist. Ata shkojnë thelb gjës. Do na alçosh me forcë, ne se djegim kryeministrinë, ose të hyjmë dhe të bëjmë gru shteti. Zakoni tyre. Këta jo, sepse e din që shpërndahen me zorra ujë, me kështu. Edhe sigurisht ka një trashëgimi tjetër, por trashëgimia e sotme e ultramajtizmit është edhe e dhunshme. Këto akoma nuk janë kthyer në të dhunshëm, sepse munden po të imitojnë ata në Itali, në Francë, të bashkohen pastaj edhe me anarkistë që ka aty brenda për brenda, kthehen edhe këta në të dhunshëm. Në momentin që kthehen në të dhunshëm, pastaj bëhen të palezetshëm edhe sigurisht do shpërndahen. Ajo që desha t'ju them, miqtë e mi, është se pak dallim kanë edhe këta. E para kujtojnë se kanë atë kaos kur nuk është ajo kaos. Kauza është tjetër. Është një kaos e cila është botërore më tepër se sa është e këtyre. Kauza është e ultramajtizmit, është raporti shumë i keq që e ka e majta evropiane dhe amerikane me Edi Ramën. Kauza është anti-trumpizmi, anti-familja Trump dhe përplasja e jashtëzakonshme e të majtës dhe ultra të majtës me konservatorët dhe sidomos me Trumpin. Kjo është kauza kryesore. Kauza tjetër është mërzitja e jashtëzakonshme e një pjesë të madhe, edhe asaj pjesë të madhe që nuk është dakord me Edi Ramën, me pushtetin e Edi Ramës. Dhe një pjesë e kauzës është edhe mërzitja e jashtëzakonshme që kanë me opozitën që bën Sali Berisha. Por nuk zgjidhen me duke thënë revolucion, dhe duke thënë Ramanburg, Berishanburg, edhe ju erdhi fundi. Në demokraci nuk funksionon kështu. Janë vetëm dëshira turmash. Dhe dëshirat e turmave në mos qoftë gabim,
është edhe më keq se kaq. Është edhe linçuese. Turma vepron deri në atë pikën ku ndez atë që konsiderojnë ta fitilin, u mbush kupa dhe u derdh me flamingot ose me resortin e Zvërnecit, që këta nuk e njohin fare, s'kan qenë kurrë as nuk ju plas fare. Në fundit pastaj është edhe lezeti që kanë, shfryrja që kanë duke dalë në bulevard, duke u demonstruar në bulevard, duke veshur gjërat e bukura të tyre, duke demonstruar hiret shpeshherë. Kjo turmë këtë dallim ka nga turma e Sali Berishës. Tregon hire. Turma e Sali Berishës nuk tregon hire sepse do pushtetin. Këta e din që ju pëlqen, e din që duhet ndruar pushtetin, po thonë që jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen Rama, po kush do rrin pushtet, apo ta lej pa pushtet. Atëherë kush do ta bëjë pushtetin? Si zgjidhet? Zgjidhen gjitha politikisht. Sepse ndryshe, ai bën zgjedhjet parakohshme, fiton edhe një herë dhe ku shkoi Rama në burg, Berisha në burg. Ju erdhi fundi. Dhe ka edhe gjë tjetër që merret vesh ky Rama me Berishën që ju doni t'i futni në burg dhe ju çon për lesh ju. A kupton që bërtitni Rama në burg, Berisha në burg, duke marrë kompetencat e spakut, përgorive, gjykatës lartë dhe elementeve të tillë. Kështu marr miqtë e mi, Rama në burg, Berisha në burg, revolucion, ju erdhi fundi. Prandaj është demokracia e bukur. Dhe ju jeni pjesë e demokracisë. Ju jeni pjesë e demokracisë, ju jeni pjesa më laramane e demokracisë. Është një hap përpara. Ju keni dhënë leksion atyre që kanë bërë protesta përpara jush. Dhe nuk duhet të shkelin në atë drasën e kalbur të protestave të modelit Sali Berisha. Atë nuk duhet ta bëni. Këtë e keni pozitive, jashtëzakonisht pozitive. Ngjyra juaj dhe rinia, pjesa e rinisë dhe pjesa e intelektualizmit, po jo deri Rama në burg, Berisha në burg. Vdekje e tradhtarëve, ku diun se ka dhe shprehje tjera, plumi mballet, ka dhe këshimarrinash, këshibudalliqesh. Por po ja falem se nga që keni veshjet me ngjyra dhe tolerohet pak kjo. Tjetra më e mirë është trajtimi i mirë me policët. Nuk shkoni të grineni si Mulnoka me atë Luça, Elbasanit, profesorin, me grushta dhe me fjalë të tepërta që ka Gazmendi dhe nga 2-3 tjera atje, që kapen me policët kote, shesin nën me policët, grine me policët. Ju, akoma se keni bërë dhe do t'ishte shumë keq për ta bërë. Dakord, Rama në burg, Berisha në burg, revolucion, ju erdhi fundi, vdekje e tradhtarëve. Kjo është arsyeja më e mirë për të qenë sa më koherent dhe sa më shumë revolucionar vërtet se sa fake revolucionar. Kjo është arsyeja. Po bët këtë, sigurisht nuk është keq.